nuk je I zoti. Jam I zoti me peshin e ruruk, o s'kam ku me t'qu. Përshëndetje nga unë, Lendita Selimi. Mirë se erdhët në podcastin tim të radhës. Mysafir sonte. Ka dalë bre Lendit, njerë ma pruni zoti me bo një podcast edhe ketë kolektimi po do në ma marë. Apo tash ç'a të bojmë. Vesh një epizod dajmë edhe ta kthej prap. O bo rregull. Përshëndetje nga unë Damilala dhe mirë se erdhë në podcastin tim. Kam kënaqësi dhe ndjenjë ta kem mikën time, kolegen time të mrekullueshëm Lendita Selimi. Lendita, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, dajem kënaqësia është e imja, edhe përshëndetje për gjithë shikuesit. Edhe gjithë ata që na përkrahin tanë këto vite dhe na kanë pru këtu ku jemi sot. Qërë për së të në marëm ma vjetë podcastin. A qash për gjelozana? Ke vjedha dajem thjesht një epizod, edhe ta kthej prap. Po veç dush më ndru dhe anin këtu, apishen me dajmë lani, dhe ty me dajmë lani, ka mos e ki. Mirë po I rren, mirë po, apo mino që së më shkon edhe mu një podcast I tillë? Jo po, tash mas që bëna unë e bëni kretë, sa problem, regull jemi. Që të kongës deshta me knu, po s'pa ta qarë, pa I knu. E këndove shumë mirë kështu që të falet. Apo, a? Atëherë, dajem është një këngë shumë e mirë, është një këngë që nuk është vetëm e imja dhe Ismet Balaj, që do ta përshëndes, është këngë në bashkëpunim, është edhe këngë e gjithë atij publiku që ka kliku edhe vazhdon me ndëgju aq shumë që jam shumë mirënjohëse. Sa klikimi ka konga? Diku 24 milion. Faleminderit 24 milion herë. Faleminderit bash 24 milion herë. Të thamun për ty. Faleminderit. Apo shë tani po thu jo, unë jam I keqe, jo ashtu e jo kështu, apo shem. Po tash mos u qajl shumë se... Zbana? Zbana. Lendit kënaqësi me të pas, faleminderit që pjesë e podcastit tim. Kënaqësia është edhe ime. Dhe deshta me të falenderu për mirë këpritjen e shpejtonde që ma bone. Inshallah veç për gëzime. Inshallah veç për gëzime është e kënaqësi edhe për neve. Unë edhe Blerimi jemi shumë të hapur për mysafir, kështu që kur dush e ki prap derën qelë. Faleminderit shumë. Lendita, po hi direkt në tim. Me cilën këngë nifesh si Lendita Selimi? Atëherë dajem kam shumë këngë të bukura. Mirë po kjo që e këndum tash është, si me thonë kure fjala. Do më thonë pasaporta jote. Pasaporta ime. Shumë njeri pozitiv, se gjithmonë rrinë të kesh. Okej, këto më thonë që kam një energji shumë të mirë dhe jam shumë pozitive edhe për ime, e shoh që reflektoj edhe të njerëzit e tjerë. Ma thonë shumë. Noti se edhe unë e kom që të energji tash... Po paramen do tash kur të bëhen dy, qa të bëhen? Jo, hu pa une se ma more këtë energji, veç ti po busqesh. Dëgja, para publiku do të pa tjetër me qenë atë tillë. Të buzëgjeshur, pozitiv, të hapun, kjo është puna jonë, është primare. Shumë e vërtet. Lendita, kur ke kuptu vetën që je lindur për muzikë? Atëherë dajem kjo pyetje do një përgjigje me më këthy pak në të fillimet e muzikës, moj me thonë. Muzikën e kam dasht edhe kam pas shpirt qysh si fëmija, ajo ka qenë gjithmonë e ditur. Mirë po nuk kam pas kapacitet ndoshta me mendu që një ditë do të bëhet një profesion edhe do të merrem kaq seriozisht me ta. Mirë po në këtë rast shumë falenderuese prindërve që na kanë mbështet mu edhe vllaun tim në gjatë këtij rrugtimi edhe mendoj që kur kam qenë në 19 ose 20 vjeqe, mendoj që e kam kuptu se për ime muzika do t'jetë një profesion I imi. Edhe vllaun e ke muzikanta, po? Po, edhe vllaun. Jemi 2 fëmijë, vlla e motër, po të dytë jemi muzikanta. A bashkëpunon vllaut me ty? Po. Dasman, mramje të ndryshme, studia muzikore, shumë e shumë. Metit përshëndesim shumë. Bashkë edhe në përshëndes Metin shumë. Lendita, a bën muzikën me zemër apo veç për pare? Dajem e tash dajem modeste. Okej, dëgjom. Kur them se si fëmijë e kam pas në shpirt, fëmijët nuk kanë sherr. As nuk kam ditë që një ditë për muzikës do të përfitoj. Kështu që qa me thonë, e bëj edhe prej qefi, mirë po. Edhe nëse nuk t'sjell të ardhura në një punë që e bën, atëherë ti patjetër dush më marr me një punë, se dohet me sjell të ardhura. Atëherë edhe muzika, edhe një punë tjetër nuk shkon. Kështu që jam e bëj edhe për shefin tim edhe që më flen shpirt, po është e mira e kësaj që ka dhe të ardhura. Çka mendon që njerëz duan më shumë te ti? Që njerëzit më duan, ose dojnë diçka te unë, thjeshtësinë. Edhe mendoj që çdo artist edhe këngëtar atë që veçan është thjeshtësia. Po çfarë thjeshtësie deri sa thirrën telefon me nxema çele telefonin. Nuk është e vërtetë ta dini. Jo që fol me menaxherin tam që burrim Blerimin që bla bla bla, që 15 ditë jam tutprit.
Unë e thash thjeshtësia, njerëzit që më njohin shkruajnë edhe komente ato poshtë se kush e njeh Linditën e ditë tamam qysh jam. Lindit. Këtë në qilë më me, masha zotë po, se në stop të kesh. Shtrëngohë mirë se po të vinë ditë të zeza për ty. Zot, me pyetje kështu të... Jo me pyetje, po, edhe me kënim, edhe me pyetje me dyjat. Patjetër dëgjone, kur pranova ftesën me Arte Daimi e dita që do të dalëm pak pi aty në kornizave tona me qenë veç serioze, kështu që sot i pranojnë, edhe do pyetje. Okej, rregull. Edhe disa përgjigje. Lindit, cilën këngë kishim kënu bashkë? Do të aknojmë një balat shumë bukur të madhës Shyrete Beluli, këtë ma zot. Këtë ma zot. Po, një këngë shumë e dashur. Për mu, është shumë këngë e bukur, po dhe për gjithë ata njerëz që vinë e ndëgjojnë këtë këngë dhe lypin pa ndërprej. Këtë ma zot. Këtë ma zot. Shumë vite kanë kaluar, ti e martuar, unë jam martuar, njerëzit kanë harruar sa shumë jena dasht. Asgjë nuk kanë ndryshuar, veç u shtuar, dashuria që për ty unë e kam pas. Se shuhen dashurit e mdha, ashtë fajton njeriu, ashtë fati, ne të dy nuk jemi bashk. Veç për një fjallë goje, veç për inati. Dhe ma sot, dua kohën, dua ta takoj, t'lutem sot, edhe njëherë dua ta përqafoj. Ti them se nuk kam ndryshu, ti them se nuk e kam harru, ti them se nde du, dhe më shumë e du. Dhe ma sot, dhe ma kohën, dua ta takoj, t'lutem sot, edhe njëherë dua ta përqafoj. Ti them se nuk kam ndryshu, ti them se nuk e kam harru, ti them se nde du, o veç ma shumë e du. Shumë vite kanë kaluar, ti e martuar, unë jam martuar, njerëzit kanë harruar sa shumë jena dasht. Asgjë nuk kanë ndryshuar, veç u shtuar, se që shtua, dashuria që për ty unë e kam pas. Pse shuhen dashurit e mdha, ashtë fajton njeriu, ashtë fati, ne të dy nuk jemi bashk. Veç për një fjallë goje, veç për inati. Dhe ma sot, dhe ma kohën, dua ta takoj, t'lutem sot, edhe njëherë dua ta përqafoj. Ti them se nuk kam ndryshu, ti them se nuk e kam harru, ti them se nde du, dhe më shumë e du. Kthe ma sot, kthe ma kohën, dua ta takoj,
sot, edhe një herë dua të përqafoj. Ti them se nuk kam ndryshu, ti them se nuk e kam harru, ti them se ende du, dhe më shumë e du, kthe më zot. Lendita Selimi dhe Dajm Lala. Faleminderit shumë. Lendit kënov zemra, një super ballat Faleminderit. nga madhja Shëreti Biluli. Faleminderit Dajm dhe ty të kënov zemra. Ja ti e kënov ma mirë si une. Inshallah. Apo ta marrë mene një ma që kënov ma mirë si une. Po që dita që më tha, po kupton, e kënoj, pse Okej, jo, okej. ma mirë se ti. Kush për vjen të une këtë shok të mirë, këtë kërë këtë mirë, une këtë ma mirë si ti, une këtë hani, për oke regull, u bo regull. Lendit, Urdhna. me cënën kongë, urdhna, me cënën kongë e kallë dasmën, edhe pse, nuk o që ma musuini ti, që e kallë fort, a du po nejse. Ti e bën nomin. Unë e bëj nomin, po, unë e bëj nomin, e shumë vërtet. Ti e bën nomin shumë. Atëherë, për ata jam me e kërkura, me e kërku mi janë dasma, do me tha, për sa ta. Ma ke kunë ndasme? Aha. Çka më bëu, mira violine sa më këmë s'po kuptoj. Me këndu, Daj, me këndu. A, për me kënu e ki fjallën. Valla, vetëm sa që mush me kallti ose sallojnë ose blerimit mja marrë shkrepsën e mja dhe cigarë në veç atë me kall. Ani, të ajo është një farë pune, kur e këshyr halën. Me rëndësi me kall. Me rëndësi diçka po kallim. E të dasmat, këto, lema mu. Me talon ty. Më thon po çona unë. Do të thonë veç tek më mirë ndas, unë jo. Edhe podcastin mu edhe vete pa, që hapa, Jo ti kam si. kapacitet. Jo ti si hinë Voice. mbrana, tha përshëndetje konë se Lendita Selimi, mirë se në podcastin tim, do shtë më marr fill. Okej, knaqësi bre Dajm, knaqësi vallaj, knaqësi, një punë shumë e mirë. Edhe kjo po të shkon, po më vjen bolli nati veç, edhe kjo po të shkon shumë për dore. Po thua, Bolli nati po më vjen me e thonë, po, qa të bëj? Veç që më kishku edhe mua, kishku. di çfarë po bojmë pra? Publik i dashur, shkruani komente poshtë nëse episodin e radhës doni që Lendita Selimi thotë heqëm vetë me. Po. Lendita, me cëllën kongë e kallë dasmën tash për një male e i garët. Dhe pse Tash pa hajgare. Po binda. A halo si të bimë. Po binda që te e Qa kallë. me thonë, mërë Dajm, qa me thonë, dëgja. Dajm tash për më bë pak ma serioze, nuk ka me dasmat shqiptare, definitivisht. E vërtet. Sa kom pa e kam dal, kam shetit shumë. Ti e di që neve si muzikanta nepet mundësia me pa vene ndryshme, botës, vërtet. kultura ndryshme. Definitivisht ndoshta unë e du shumë popullin tem, jam shumë lokaliste, mirë po s'ka me dasmat shqiptare. Dhe gjithmonë e them ato, kur tu pani, defi, fillon valja rrugovës, nuk ka njëri që nuk qot në kamë dhe me valzu. Po e lam përgjithësi këtë kongë, sepse është një kongë që ndëgjohet në të gjitha trevat. Shumë e vërtet se na kem shtunën në Vlorë, edhe kur e knum A pishe që ballën pe e kallë shatë rrugovës. asmën, a pe shifni? Shita. S'deshta me kallëzur shita. Ha, profit e kjo. Ne kem dasëm në Vlorë dhe keni dashëm shumë lukse. Pasha zodh, një maramoni kur e boni vallën e rrugovës krejtën kom. S'diqysh 3 zemra për qatë kongë. Është një ritëm që e dojnë gjitha trevat, unë e mendoj, sepse edhe Daimi është po njëjtë si kur unë kam shumë treva që kam dasma, nuk jem e fokusu me veç një pjesë. Për ata po thonë që kjo është një këngë që të gjithë e dojnë, ma që E vërtet. po e thua dhe E vetë. vërtet, e dëshmum shtunën, edhe krejt ishin kom. Lendit, a kritikohesh për zhandin që e ban ti? Për zhanrin, Që zhandrë bëj dhune? po, Daimi në mendoj që zhanri që bëjmë na e dojnë shqiptarë shumë. E vërtet. Nuk është se jam kritiku për zhanër, mirë po nëse jam kritiku, në herë kanë qenë ato paragjykime në fillim të karrierës sime. Kam jaftu me thonë jam këngëtare dhe historinë ta kanë shkru vetë që shka ndasht. Kjo të ka pengu pak, mirë po jo për me ndalu ose diçka, me punë të mija dhe kemi hecë për para ndasma e paragjyku në ashtë shumë. Unë e mojnë me ndasma për para. E mojnë me, unë më konë thmi, më konë, së më konë shumë i rritë, Antigona Rustolli, fami shumë, një kam parë shumë i mirë. E ka bo në atë kokë në ke zhëndrin tonë edhe ajo para gjiku shumë, me një vokal fantastik, që sot në aknojmë këtë qatë muzikë që bojmë, Ta sheknojmë gjithë. ta sheknojmë gjithë, dhe përshëndesim shumë Antigonën, Përshëndesim. shpresojmë që një ditë marrë në podcastin tonë dhe më ju rikthi muzikës pra. Muzikës, definitivisht i mungon një këngëtare, një artiste e tillë skenës sonë muzikore dhe përshëndesim Shumë Antigonën. përshëndesim në kudo që je, me super vokal. Lindit, mas i tema këtë e dasma.
Po? A ban me pa qysh pe kall, ti që tha unë e kall e bëj. Shkrepsën. Patjetër. Nike bëj më pak benzinë dhe shkrepsën. Ves rruj që tavolinë mos na kall që na ka kushtuar shumë. Tjera sana s'ka lidhje. Si ti në Ramoni drejt mundesh, pa pi Ai se do problemin. të kem kujdes, do të kem kujdes. Atëherë me klasin më të madhe do ta këndoj një këngë të dasmave. S'kena për ty. Faleminderit shumë. Mëte Lendit, mëte. Shpije me tregu o që jena zotnije. Kemi ngrit glamurin për mi shpije me tregu o që jena zotnije. Zotni jena kano edhe jena Kosov jena zonin nalt e kena. Kosov jena zonin nalt e kena. Me tregu o që jena zotnije. Kemi ngrit glamurin për mi shpije. Me tregu o që jena zotnije. Zotni jena kano edhe jena Kosov jena zonin nalt e kena. Kosov jena zonin nalt e kena. Babo, lujta! Që sa se ku përmen këtë fjallë lujta, babo, lujta. Valla mësoje. Ja, valla, ku mësu bok. Lendit, bravo be zemra të kënoft. Faleminderit shumë, faleminderit ndaj. A mi të rek fjallë që thash ma përpara, apo mi fshi për emisioni, zgjatë dhe si në bëdën? Pe pysëm Rahmani që po thot. Rahmani me mua, e s'fol. S'ki derdhish. Do të me fol kur duhet, pa tjetër. A mi të rek fjallë, a mi fshi për emisionit, zgjedhën. Tërheki. Tërheki me më gumu tërheki. Të normal të eke se asni sa nuk e fshi për emisionit, ta më puna. Lendit, faleminderit shumë që në disponove. Knasi dajem, knasi. Kuj ti thuj faleminderit për gjithë ke sukses që e ke? Okej. Pa dyshim prindve, të mos përsërit me prej asaj që e thash edhe ma herët, normal që prind janë ata që të përkrahin me fillim, të ndihmojnë pa kushte, veç për me mbri fëmijët e tyre. Në këtë rast, nga njëherë edhe i mendoj, jo nga njerë, po shumë shpesh e mendoj atë kohën kur kam fillu, normal nuk ishin kushtet si janë tash, dajem. Shumë vërtet, krejti me të qështë. Me të gjithë. Edhe i kishum, okej, i kishum një jetë të mirë po, për me investu në muzike, me hynë në industrinë e muzikës, nuk ishim mjetët mjaftushme. Se qysh kam ba, tek kam ba për ndërit tonë,
Nuk më kanë tregu, po ne di që e kanë bot pa mundërën, se ku i kanë marrë gjithat hollat, që shuar puna deri te suksesi, tash javdi shumë e ma shumë. Falenderuse për gjithmonë, për enderve, për ato që kanë bërë për neve, edhe këtë sukses ja u dedikoj atyne, pa tjetër. Sukseset mos të ndashin kur. Prindër janë vetëmi njerëz që na dojnë pa interes, se që dojnë me na pa ma nalë se vetën, e vërtet. Po të vizojnë syt pak. Pa është temë e ndihshme, është temë e ndihshme se më kthen ato emocionet e para, rruga drejt suksesit nuk ka qenë gjithmonë e shtrume me lule. As nuk kemi fillu këto që shmendoj njerëzit, po në zero, bili ndoshta edhe në zero. E kujtoj shumë shpesh kohën kur unë mora pjesë me një festival të Shqipërisë, një festival shumë i famshëm, Shqipëri edhe ishte ëndra ime me marrë pjesë në atë festival. Mirë, po gjithçka ishte e kushtueshme për me shku deri te ajo me u pranu edhe prindë e mi e bënën të pamundërën, kursime, ndoshta edhe borxh kanë hyrë se nuk më tregojnë, unë e di që ka ndodhur ashtu. Edhe gjitha mjetët i mblodhen edhe këngën e bana me faktikisht me kompozitor më të mirë në Kosovë. Nuk po përmendi. Kënga është pranu në festival, një këngë e shkëlqyer. E di që edhe unë e kam shkëlqyer, se e kam marrë shumë komplimente edhe nga vetë kolegët e mi që ishin ato. Kënga e më përfolke shumë. Mirë po ndodhi ajo që është ndodhë të ne, që fiton dikush, ose pranohet dikush që ku di une. Ka pare. E din që shkojnë këto gjana. Unë bas kësaj pune kur nuk u pranova me shku matej, për mu ka qenë shumë e rrezikshme me lanë muzikën atë kohë, për shkak se ishte një dështim shumë i madh. Përveç që u theva emocionalisht, e bajsha edhe barën e prindve. Banën shumë për mu, edhe nuk mujta me kthy atë të mire, me jep ndoshta maksimumin e lejsha fajtore vetën, kur nuk isha. Edhe këto e di që edhe ata jenë di shumë keq, tash e kuptoj shumë ma mirë, ma vonë kena me folë pse. Po shumë dyrë na janë përplas para hunve daim, s'na kanë lanë me depërtu. Nuk ka qenë koha që është tash, edhe trit e kanë, du me e thonë edhe për njerëzit që po na ndjekin se, po e thëmë edhe njerë nuk kem fillu këto, po kem fillu shumë poshtë. Shumë herë mujnë me thonë njerëzit, po s'ke qenë ashtë adekuat edhe nuk e pranu. Jo, materialin ja ofrojsh edhe nuk e marshin heq, se të pakten me marrë me ndëgju edhe a meritoj a se meritoj. Po su marrë ke materiali heq, tisht ka qenë një s'po di qysh me thonë një pjesë e këngëtarëve që kanë marrë pjesë gjithkohë edhe është mbyll dera. Mirë po, kur Zoti dën, qel rrugë tjera. Nashta nuk kam shku shumë shpejt me ba një karrierë shumë shpejt, e kam ndërtu shumë kadale me hapat sigurt edhe me kokën lartë. Falenderuse prindve gjithmonë. Sukseset mos të ndashin kur. Inshallah. A je lidh më shumë me mamin a me babin? Po tash, qa të thëmë, mi dhnohen me thonë, mi da. Vala, dajem, kur je vajzë, pa martu, je gjithë me babin. A vedin, je ma shumë vajzë e babit, mirë, po kur martohesh, është nana ajo që talkun zemrën, shkurt e shqip. është nana ajo që pa e lanë anash babin të dytë, po thëmë martesa e bën ato të vetën, adin. Për vrej që emocionove pak. Qa po të banë edhe te me këto pytje? Po tash. Temat e ndihshme janë këto, prindrit, fëmijët, janë gjithmonë ato që na prekin në shpirt edhe na bojnë me dalë pi vetës, nuk jemi ashtë forës si dukemi, a kuptan, nuk jemi ashtë forës si dukemi. Lendit, po i pan tema ma serioze. Po. 7 vjetë ke prit më bonan. E vërtet. Si e kujton atë moment? Janë disa qaste, janë disa emocione që mbeten veç emocione, ndihen, po nuk gjenë fjalë me përshkru. Ato 7 vite për mu nuk kanë qenë shumë të mira. Nashta nuk po thom 7 vite se një vit 2, okej, kam qenë më rahat. Mirë po, me kalimin e kohës filloj me më bë pak si shumë një barë, pse nuk po vje puna deri te shtatzania, kur e dojsha me çdo kusht me pas një fëmijë.
nuk ka qenë as pak rrugë e lehtë, filloj me pengu dhe blerimin se une, edhe ndoshta në qastet më të mira kur kam qenë e gëzuar, kam mjaftu me mendu këtë pjesën çka do të bëhet, pse, edhe me e prish gjithçka. Ka njëherë nuk ja fal edhe vetes që e ka mundu veten se janë disa gjëra që nuk janë dorën tënde edhe thjesht do të me prit momentin kur Zoti thot. Po teshti Zoti, mas 7 viteve u bora nën, edhe është patjetër që ka qenë një moment emocionus, një moment lumturie, moment lutje, falenderimi faktikisht. Tu falenderu non-stop që gjitha ato lutje u pranun edhe gjitha ato shpresa që i kam pas në fund edhe ëndra më realizu. Jam shumë kurështar, çka i lush që Zoti gjitha ato vite? Dëgja, lutjet e mia kanë qenë gjithmonë familja, rehatia e këto. Po, për një fëmijë jam lut çdo natë, çdo ditë. Të paktën me pas një fëmijë edhe me provu ndjesinë të qenit nën prind. Edhe kështu, edhe deshti Zoti u pranu lutjet edhe. Sot jam nën e 2 vajzave faktikisht. Mirë po... Kesh me jetë gjatë. Faleminderit shumë, faleminderit. Oraj, edhe unë ta kenë shëndetin, jo vetëm vajzat e mia, po të gjithë fëmijët. Lindit, unë kam edhe një surprizë për ty. Hajde. Kisha pas që me këshyr displayin. E dashura nana ime, ndoshta e mendej vogël më t'i tham këtë fjallë që i meriton, por zemra jem i ndjen. Më kanë tregu që ke prit shumë për mu, 7 vite plot shpresë e dashni, edhe pse unë nuk i mbaj mend ato vite, e di që çdo moment jot ka qenë për më pas një ditë në duart e tua. Ti e vendi jem i sigurt, kur më përqafon gjithçka bëhet mirë, kur më buzët që ish më duket bota më e bukur. Faleminderit që e nana jem, që më don pa kushte që kujdesesh për mu çdo ditë që më mëson me u rrit e me u bë mirë si ti. Unë jam e vogël sot, po një ditë du me u bë si ti. Të dua shumë nën, nga Elenika. Shumë faleminderit. Dajem për surprizën. Është interesant sa unë kur erdha tash me vajzat isha, po kaq pak kohë edhe një video tillë bën më emocionua shumë. Edhe një shkputje e vogël nga ato edhe me të bë më emocionu për kaq pak, për me lidhja me fëmijët është për me një mrekulli. Çka po thos zemra me thonë çikës tonë në këto momente? Që i du shumë edhe gjithmonë do të më kenë krah për gjithçka, ju dëshiroj shëndet shumë edhe gjitha të mirat që shdojnë vetë, ma të mirat. Edhe jam shumë krenare që jam nane 2 vajzave. Pa tjetër. Lindit, Pjesa me ndishme. masi tash vetë janon. Çka ishe thonë nonës tonë? Unë e kam menu që e kum kuptu nonën teme dhe atëherë kur s'kam qenë nonë, kam menu që pe kuptoj shqetësimet e saj, po jo, shumë larg isha kanë me e kuptu. Tash masi unë bë nonë, e kuptoj shumë ma mirë shqetësimet, netet e tana pa gjumë, ato lutje që i ka ba për mu që unë e kam dëgju shumë herë. Veç mu i mi thonë që tash e du 2 fisha, 3 fish ma shumë, sepse tash e kuptoj mas miri kur i mba në vetë, se çka do të thotë gjitha ato fjale, ato lutje, ato shqetësime që i ka pas për mu. Tash e kuptoj mas miri. E falenderoj shumë edhe i dëshiroj jetë sa ma gjata kem ofër, sa ma shumë vite. Ka shumë me thonë, edhe ma shumë ka me thonë për këtë pjesë, po do një edhe me më kuptu që për i me kam emocione shumë. Mendoj ta këndoj një këngë dajem,
këngën e Vladi, Shëret e Belulit, që teksti saj flet mas shumti për këtë rast. Edhe mendoj që jo unë, po krejt nanat e gjejnë vetën të këtë tekst. S'kena për ty, Lendit. Faleminderit shumë. Sa shumë fjalë s'ti kam dëgjuar, e sa këshilla s'ti dëgjova. Më shumë të tjerëve u kam besuar, sa shumë me ty mojnan gabova. Janë donet kur nuk flihet, klith me shpirti nuk dëgjohet. E janë të lot që nuk fshihen, zemra e prindit kur coptohet. Tash e di mojnon që është e Vladi, tash kur prindu bona vet, e me pas mujt kohen me kthy, edhe njëher me t'po në sy, e me të than m'fal mojnan. E me pas mujt kohen me kthy, edhe njëher me fol me ty, e me të than m'fal mojnan. Fjallet krejt s'ti kam dëgjuar, e shumë dëshira s'ti plotsova. E gjithë të tjerëve ju kam besuar, sa shumë me ty mojnan gabova. Janë donet kur nuk fliher, klith me shpirti nuk dëgjohet. E janë të lot që nuk fshihen, zemra e prindit kur coptohet. Tash e ti mojnon që është e Vladi, tash kur prindu bona vet, e me pas mujt kohen me kthy, edhe njëher me t'po në sy, e me të than m'fal mojnan. E me pas mujt kohen me kthy, edhe njëher me fol me ty, e me të than m'fal mojnan. Allah, inshallah. Këngë shumë e mirë, tekst shumë emocionus, tekst që flet shumë, edhe si që thash shumë femra gra e gjejmë vetën të këtë tekst. Kno zemra, knoft. Faleminderit shumë. Lendit, për çka e krenare mas shumti? Për karirën që ke ndërtu apo familjen? Daim, unë këto dy gjana nuk është se i vnoj me një vend. Familja është gjoja më e shtrejt që kam, edhe nuk du për asgjë në botë.
me prish familjen, larg qoftë. Karriera është diçka tjetër. Jam krenare edhe për karrierë, e thash edhe ma herët, se është ndërtu me mund, është ndërtu me punë e gjithçka që më bën një krenare. Mirë po, kur e ke familjen edhe as e lidh me familje dhe bën gjithçka për ta, atëherë duhet edhe një punë patjetër, jeta, ekzistenca, familja do të thotë që do të me lulzu, me hec përpara, kështu që do të patjetër ta kemi një punë, edhe mos me qenë muzika kish qenë një punë tjetër që patjetër duhet me zhvillu. Kështu që të dyja ti kam afër zemrës, po familjen e kam gjithherë më lart. Familje prioritet, jam dakord me ty. Prioritet. Besoj se gjithë kemi çashtu. E di që gjithë. Njes normal flas, njes abnormal, nuk e di. E di që gjithë e kanë familjen edhe është gjaja më e shtrejtë që kem. Lendit, Po dajem? je lidh shumë me burrin tënd. Patjetër. Shumë bram doket që e ta ndyqysh zi. A që ashtu po dokna, wow. Doket. Po, që ato e kam bre dajem, qysh mos me dasht? Jo, po mirë e ki. Jo, për me gjithë na thonë që jemi shumë të lidhë me blerimin e kemi një lidhje shumë të mirë bashk. Reflekton kjo të njerëzit, e di, ma thonë plot. Kush e thot fjalën e fundit të shtëpisë, ti apo burri? Ta jem që është kjo pyetje, normal që fjalën e fundit e thot blerimi. Burri, okej, së ka shtojnë u që ti. Pa tjetër mendojnë krejta, Lindita, pa tjetër që blerimi. Që sa vite jeni bashkë? Jemi bashk gati 20 vite. Tash tu i pas parasysh edhe ato vitet që kem kalu një kohë shumë gjatë bashkë, mas një martesa ka ardhur, mas një kohë gjatë, edhe deri këto ku jemi sot që jam shumë e lumtur edhe jam shumë krenare për këtë gjë. E ku jeni njoftuar me blerimin? Në fakultet. Kemi qenë me një bankë. Okej, tërgo pak. Kemi qenë shok, kemi qenë në bankat shkollore, më mike. Mirë po ne jemi njoftuar në fakultet, ato një kohë kem qenë shok, kështu që kem pas kohë pakës me njoftë ma mirë njëri tjetrin, po dhe kemi qenë tri. Ka njerë thonë sështë që kemi ditë shumë, po dajem dashnia është ajo që i thënë gjitha tabut, edhe Qysh bëni herë shok jeni kon tani një lidh? po, A thonë bërë me shok që s'ban mu martua që kush ka thonë? të thosh një muhabet shok që dush me dasë si motër s'ban. Nuk e di, brother. E blerime pas ka thy pak se e di. gati pas ka A thy. kem bona i thyrjet ligjit ajo? Se di që është në më mdoket. Mirë po kemi qenë, do me thonë kolegë, grupë në fakultet kemi qenë, pa jo më kanë ndihmu shumë se më ka ba me një blerimin, pa e mendu që do t'jem bashk. Adin mas ne ajo pjesa kur kem fillu me dal ka qenë pakës ma e letë. Kur jenë debat me blerimin, kush kërkon falje njëri tjetrit? Kush kërkan falje? Mendoj që... Bënë modest tash, mësë bëmë mendoj që... Unë nuk kërkoj falje se gjithë e kam e drejtë. Si që kjo është dhe pa drejt. Ja, sinqerisht po të vesh, banë një herë modeste. Gjithë e kam e drejtë, do me thonë, edhe kështu që pres për i blerimi me bon një gjatil. Më thonë a gjithë me kërku falje. Dohet, s'ki shka. Blem duna me të ndru pak me to, nëse zvënd që ka me to. Jo, unë mendoj që njerëzit që ashtë të këthejmë ka njerët pak e seriozitet, se ndoshta mendoj njerëzit që dajem nuk kam ake se njerëzit kur janë në faj edhe janë fajtor edhe kom ngullin e din që janë me faj edhe kom ngullin prap në atë fajnë edhe veç fillon e rritet faj. Kërkim falja është për njerëzit, është shumë njerëzore edhe unë mendoj që gjithmonë do të kërkohet falje kur je fajtor. S'ka gja, kom gabimet janë njerëzore, adin s'është në i fargjaje e madhe, kështu që e banë ma të letë kur kërkon falje. Po e thonë për të dhëtë nga të rast, jo veç për blerimin, mës të mbetet ashtu. Edhe unë mendoj që të gjitha qifte do të me funksionu një gja t'il. Po unë keshëm pet azo, keshëm vetë. Apo tash? Shtë realitetin. A e gjelos tema shumë apo blerimi? Nëse më pyet për se tash një kohë e gjatë jem bashk me blerimin. Do me thonë, kemi qenë shumë tri kur kem fillu. Adi mës të cekum tash gjitha ato vite, sa vite janë tash, mirë po kem qenë tri. Fillime kem qenë pak të dytë, derisa ja kemi marrë dorën. Jo, mendoj që me kohë kemi arrit me menaxhu mas një dhe xhelozin, sepse profesioni që kam une,
nuk isha mujtë me zhvillu këtë profesion me një njeri që më rrinë non-stop mi kry dhe nuk më beson. Shumë vërtet. Edhe për mu kishtin shumë ofenduk sa ajo. Një lidhje pa tjetër do të me qenë besimi kryesor, edhe besoj që kemi gjetë atë formulë me blerimin edhe e menaxhojmë shumë mirë. Kështu që tash nuk është që flasim shumë për xhelozia, për këto ma shumë kemi punë tjera primare. A je dakord dhe ti me mu se në një lidhje vlen ma shumë besimi se dashnia? Të dyjat, ndëgja, mund është me dash shumë një person, mund është mos mi besu. Nuk jam dakord bashkë të dyja, që po se dëgja më dajem. me pas dashnie, mos me pas besim prishet dashnia. Po ti mund është mos mu pajtu, adin mendimi jëtë, mirë po, ka njerëz që duhen shumë. Po, besimi prish, nuk ka besim edhe atëherë mundet ose jenë lidhje, po jenë non-stop me nerva. Kur janë të dyjat është më e mira. A vlen ma shumë besimi apo dashnia tash në këtë rast? Po tash, besim pa dashni, nuk muj me thonë që ka. Von dyja, ta? Okej, pas jemi Safira, jemi Ti për mundesh me dasht, po nëse nuk i beson një njeri, atëherë edhe çfarë dashnie është ajo kur non-stop jem presion. Po nashta unë edhe jam gabim, mirë po presioni psiqik është shumë i keq. Ku është, pse s'është, si se ki offer, fillojnë ato stresi, fillon gjithçka, fillon mas një debati, edhe non-stop kime debatu diçka, gjenë diçka pa tjetër. Po, kur është edhe besimi, atëra ajo kompletohet. Po ti nuk nësh me pas besim një njeri, po kënej nuk e don, asaja nuk shkan. Kështu që të dyja do të me qenë, kur e do një njeri dush edhe me besu. Ose njerëzit e bajnë punën për me besu, jo veç pi besoj edhe pik. Po ti e njef deri dikun qatë njeri dhe shef që e ka ba punën për me besu. Na shtone për marë pak më atlet se ka qenë, njerëzit nuk janë të njajtë. Adin? Tash na, deri dikun e kemi gjithë këtë formulën, po nuk do të thotë që formula e jam edhe blerimit funksionon të dikush tjetër. Shumë vërtet. Lendit, unë kam edhe një surprizë për ty. Hajde taj me të surpriza. O nuk naqa më rësa duk naqa. Vje mirë, e je shpitonë, ndio mirë. E dashura ime, sot po marë pak kohë më të shkruaj disa fjalë që i kam në zemër prej kohësh. Kanë qenë 7 vit pritje, 7 vit shpresë, lutje e durim. Nuk ka qenë e lehtë, e di. Ka pas momente kur jam i lodh, kur jam i mërzit, po kur nuk jam e dorëzu. Dhe ti ke qenë gjithmonë në fortë, edhe atër kur brenda vetës ndoshta e thy. Momentin kur u bërë nën për mua ishte diçka që s'ka fjalë më përshkru. Të pash se një mrekulli të gjallë. Qika jonë është përgjegja e krejt aty në vit të pritje, ajo e kanonën më të mirë në botë. Unë nuk të kam dash veç sot, të kam dash në çdo hap të aty në vite, në çdo sakrificë, në çdo lot të fshehur. E sot të dua edhe më shumë, sepse di çfarë rrugë kemi kalu bashkë. Faleminderit që nuk u dorëzove, faleminderit për dashurinë, për forcën, për zemrën që e ke. Ti nuk je veç gruaja jam, je krenaria jam, të dua pa fund. E tha shumë mirë blerimi që ka qenë një rrugë shumë e vështirë. Ajo periudhë ka qenë shumë e vështirë dhe unë nuk i kom thonë blerimit kështot ndonjëherë në përpara ose përballë, mirë po ka njëre falenderoj për durimin që ka pas ai me mua ato vite, se për me kam qenë një person krejt tjetër. Unë thash se gjithçka që kam mendu ka qenë veç qysh me arrit deri te me u bonon, deri te ajo periudhë me u bonon, mirë po blerimi ka pas shumë durim me mu. Ka fol me ne gjata kështu, mos u stresat, gjithçka do të bëhet mirë. Ndoshta për momentin e pasha që ka kalu, mirë po të nesër me prap u kthesha te njëjta çështje, kështu që blerimi për me ka pas shumë durim me mu gjatë asaj periudhe. Edhe jam shumë falenderuese, edhe unë jam shumë krenare që e kam një njeri tillë në krah. E pa që edhe në këtë dynjë dhe në dynjë. Inshallah, faleminderit. Çfarë ndësie ka bërë rrit në jetën tonë? Na faka që thojmë na, ka një rëndësi shumë të madhe në jetë. E sidomos kur është edhe i duhuri.
Unë e përmenda ma herët që krejt sukseset i falenderoj prindërit, po atu ku e lam prindërit e vazhdova me blerimin, edhe ai njeri është një bashkëshor shumë i mirë, një shok shumë i mirë, një babë shumë i mirë, edhe unë patjetër që jam krenare që e kam krah gjithmonë, edhe shpresoj që do ta kem. Po është personi më i rëndësishëm, tër personat më të rëndësishëm. Ja mirë, po shasa për vizitojnë syt ka pletër ta. Edhe pse shumë emocionume janë dajmir, po para kamerave kam shumë vështirë me qajt. Kur jam vetë jam krejt tjetër person shumë nuk isha ndalë në këtë moment, veç të qajt. Po mirë është, po përmbana. A je mirë, a ki nevoj pak pauzë? Jo, mirë vazhdoj. Ti burë në kitë vështrisë? Po? Ta shumë këthena pak. Që shoh puna qajeve, se Oh ku my di që ka God. vështria pinë shumë qaja. Po, edhe si keni, ja? Po mirë, se na qakove se përdorim. Okej, nuk mi kjo pyetja asnjëherë. Pinë qaj? Të thonë si krejt Kosova. Jo, Unë, a di që është ajo, unë gjygymat i gjeta në mesin e kur shkova martova, gjygymat i gjeta në mesin e tyra ato. A ti që në konë vërana? Dajem edhe printe mi edhe familjet e më pijet qaj shumë. Unë nuk e konsumoj, nuk është që nuk më pëlqen, mirë po edhe të e blerimi pijet qaj shumë. Edhe një e të vështëria që pinë qaj ma shumë, mirë po është një gjë e mirë që e mbledh krejt familjen edhe bisedojmë për shumë gjana. Për me pjesa më e mirë është ajo kur mlidhen krejt, pim qaj, bisedojmë, se tash po na mungojnë pa këto. Shumë vërtet. Këto mbledhit me familje, nashta edhe pak më një familje edhe ma e gjanë, po mblidhemi pjesa më e mirë e kësaj. E qes qajnë, unë as nuk pritoj as kur gjë, nuk është që e konsumoj shumë, po qaj mbetet tema kryesore në për intervistat e mia. Okej, po shumë mirë, pa jo, se di që në Shkopa përdoni qajnë, bro. Po, shumë a? Vesh na Gjakova ardhla. Se mërë ju Gjakova. Ne edhe ujnë a vëjnët. No. A fu? E li qaj, plus A përgjën bashka kongën, është një kongë. Qajnë kur ta A, po. pisha manon, Patjetër. që t'ja pak limone. Edhe po lidhët shumë mirë, tamam, edhe konga edhe tema. A i sigur që po lidhet? Po lidhët valla, shumë mirë. Ra, në dezerit Aj, min. Po shkojnë. Qajin kur ta pisha manaman, qitja pak limone. Qajin kur ta pisha manaman, o qitja pak limone. Pak për hatër të më lëndita, pak për hatër tonë. Pak për hatër të më lëndita, pak për hatër tonë.
Për hatër të moj vajz, pak për hatër tane. Daj Lala, Lendita Selimin dhe Raman Kryeziu. Unë nuk naqa dajmë, për me pas ka dasht marrë mamot në emision. Definitivisht, inshallah dhe shikuesit janë të uknaqë shtu si na. Shpinë tonë ki kur të shti. E di, faleminderit. Këtë kongë më do këtë ja kushtove burrit tonë, sa i vështrisht është, apo? Krejt atyre që pinë qaj. Blerim bakshishin, E mas shumë t'i blerimit, pra. blerim bakshishin e bjen masanaj, vlo. Pas e ta mërojnë emisionin. Okej. Lendit, po këthena prap të burrit. Po këtheu. Qka më banë lidhen e fort, ka qkote gjatë? Lidhjen tonë. Mendoj që kur jemi taku, ka qenë një dashuri e pastër, mas pari, pa kushte, pa interes, thjesht e kemi dash njëri tjetrin edhe çka na vjen mrapa s'kena mendu kurr. Edhe e mendoj që ajo është çelësi i një martese të suksesshme. Komunikimi, mas ne vinë edhe shumë gjëra tjera. Komunikimi, këto të tjera të mirë, po kur njërin e don pa interes, e don ashtu qysh është, ato zgjasin. Që në kone sotit është shumë problem me gjithë dikon me dash pa interes. Fatkeqësisht ashtu është. Jo gjitha femnët, disa, po plasë edhe për femnë edhe për mashqi. Patjetër, nuk duhet gjithë me i përfshi me një diçka se njerëzit janë ndryshe. Mirë po edhe jetën e vetë shofin dikush i jep më rëndësi një gjaje që Shumë nuk vërtet. besoj që ja vlen. Lindit, edhe një pyetje kam për ty, Po, shumë daj. serioze se mas e ke temat e dashnia, po i direkt në temë. Një qift që e duhen me gjithë zemër, edhe ndohen jo për fajt të tyre, për fajt të dikujt tjetër, për fajt familjes apo për një situate, a mendon që ata kanë mu dash këtë jetën? A mendoj që ata kanë mu dash të njëtën? Gjithçysh, po, jam për po, ata njerëz kur nuk, menoj që kur nuk e harroj njëri tjetrin. Përveç që ndjejnë dashni të madhe, mendoj është që e nda për fajt dikujt tjetër, se kur ndash për fajin e njanit person, për shembull kur e ka fajin, e ngjen ngushëllimin të ajo, adem pakës. Mirë po, kur të ndan dikush, i mbetet gjithmonë pikë. Unë e mendoj që ata njerëz gjithmonë kanë me u dasht, pavarësisht se çka është sjellja jeta, martohen apo nuk martohen, mendoj që ja nuk shuhet kurr. Ai edhe ti këti mendimi dajmë, apo mendon ndryshe? Unë mendoj kur dy njerëz duhen shumë, edhe ndan tu e dash njëri tjetrin, shumë vërtet që kanë me pas gjithmonë çat dashni. Edhe pse nuk janë bashkë. Edhe pse kanë jetë të ndryshme. Për shembull, momentin që ti ke mu smu, ose momentin njëri për tyve që smuhet, e ka me gjetë 1 milion mënyra me të shkru me vetë, a je mirë. Po. Qa Po kia, kjo është mund ajo me dashnia e ndihmu- pastër që thash edhe unë. Ose ka me pa në storet që jenë në spitalit dhe ka me shkrujt, qa ki se pash në storet që je smut nuk je mirë, a duhet diçka. S'ka ma kes që mu da të Është dash shumë e një rëndë. tjetër. Është shumë e rëndë da në dy njerëz që duhen. Me hi mes një dashnie nuk ka ma keq. Kështu që, e rënofte qovë dashnia, Rrofte qovë dashnia, në vërtet. dajma po na këno një balad kështu, për krejt ato dashurit humbura, që din ti mas miri. Pa tjetër që Edhe po. na kemi me ndëgju me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, pa tjetër që po jemi Safira imi, s'kom qare pa e kënu. Po. Hajde ra. Zemra jem rasu ba e kanë di që ke munda jem da o jem da o sa keq m'ke vra zemra jem rasu ba e kanë di që ke munda Yanda obra yanda O sa keq kebra Ja mërzit Malli për ty ka më mbyt Ja mërzit pa ty shmuj Oj dashni për ty po vuj
Jam mërzit Malli për ty kam mbyt Jam mërzit pa të smuj Oj dashni për ty po vuj Zemra jem rasu ba E kanë di që ke munda Jenda, o jenda O sa keq ke bra Zemra jem rasu ba E kanë di se ke munda Jenda, o jenda O sa keq ke bra Jam mërzit Malli për ty kam mbyt Jam mërzit pa të smuj Oj dashni për ty po vuj Jam mërzit Malli për ty kam mbyt Jam mërzit pa të smuj Oj dashni për ty po vuj Goja. Të më goja. Faleminderit shumë. Lendit, po kthejmë energji pozitive. Kthehemi. Kthehemi. Në vëndok bashëm të bashkë Alo, po bindze. mendoj që jam të udhëheq podcastin. A ti alo, unë e kryu gati kjo thot alo, po mendoj që po levës vaj gare. As një pyetje s'm le me e bë kështu diçka. Hajde për Lendit, bëma një pyetje, Jo, hajde. tash s'po du. Pse? Tash s'po du. Hajde, bëma një pyetje. Hajde, çfarë pyetje dush bëma te? S'po di, për daim diçka, është tash të përgatit me bë Hajde. pyetje për daimin. Po bëma veç një pyetje. Sa nuk kërkos ma ka bo, je para. Okej, hajde po të bëj diçka, nuk po dalim për dasmave. Okej, o bo, hajde. Në cilat rajone ndihesh mas miri në dasëm? O. Ali tha duhet mu përgatit një evre. Ku ndina ma mirë? Ku ndihesh mas miri? Aty ku ka shqiptar. Pa tjetër. Edhe këtu ndaj mendimin me ty. Hapshe që shumë herë. Bravo. Po, përshtatmin mendime. Tash me bota ma shok, nuk, mas podcast të ma shok, jemi po se kemi shumë mendime të përbashkët, apo? Ashtu. Ka zë këtë kryet podcastet, ka zë shka shumë kon dakord, se që është e lo. Okej, ashtu të marim sysh mas nej, do të me qenë edhe gabime që në pjesë e jetës. Mashallah. Para se me kry emisionin, Po? ne kemi një lojë. Plët surpriza. Me ndëgjuse. Me ndëgjuse, okej? Unë do i thëmë fjallë dhe ti dush me e qëllu. Me mimika. Me mimika dhe pak me zo. Do thonë i ke ndëgjuse në vesh, e keni muzikë shune, ti nuk më ndëgjan mu, unë ti thëmë fjallë ti dush me e qëllu. Edhe Regu? kush fiton e pagundar kënsonte. Oh my god, unë e kam të garantu me humbje, se esjo me mirë loja. Okej, gjithitën s'kam hongër, po, kështu në shtek, në sent mirë. E Ramona dhe ti jarë për shkubit, apo? Po doj me hongër diçka. Po, pa tjetër që po. Shpi e madhe. Vazhdoj me lojën, pra. Vet kontroll. Vetur? Vet kontroll. Vet kontroll. Vet kontroll. Veç vetur, po mbje me thonë. Qetësuse. A verë? Qetësuse. Suksesa? Qetësuse. A verë? Qetësuse. Skip. Shampan. Shampan? Bravo! Bravo! Mikroskop. Jo, nuk e di. Mikroskop. Mikroskop. Nuk e
e di. Shkopi. As një fjalë s'po m'vjen bile. Bashkëtes. Përshëndes. Bashkëtes. Përshëndetje. Bashkëjetes. Nuk e di. Lendita, Selimi, mundesh me hek? Hupe, se vesh një aja qelove. Di. Tani unë e kam rallën. Mati? Fotosinteza. Fotoqendresa. Kush është ajo? Fotosinteza. Edhe herë? Fotosinteza. Forte mirë është jetesa. Jo. Fotosinteza. Fotosinteza. Bravo. E dyta. Kundërvajtje. Edhe herë? Kundërvajtje. Unë jam falë. Po sot di. Që ka që shara Edhe herë. në këpdojnë? Kundërvajtje. Kallëzëm i faktet. Jo, s'më të kallëzoj. Cilat fakte? A i qëllova? Kundërvajtje. Kur ulesh falesh. Skip. Skip. Trampolin. Poezi. Jo, trampolin. Edhe herë? Trampolin. Edhe herë, aban? Trampolin. Topizi. Hajtë edhe herë, veç edhe herë. As si bardha seç. Trampolin. Trampolin. Bravo. Influencer. Frizer. Gati. No? Që të të kull? Influencer. Edhe herë? Influencer. Influence. Mirë. Influenca. Mirë është. Quhet, a? Mirë është. O, zot. Armatur. Ku i kërë gjithë? A jam dut? Se dim. Armatur. A ki maru? Jo? Po, s'po. O, zot. Armatur. A je martun? Ma tetëm. Armatur. Skip. Okej, s'ka ma. Mund është me jek dajem, bravo. Për me bravo. Unë e thash se nuk jam e mirë në loja, për me s'është fërë që më shkojnë këto gjana. Po, kush fitoj? Vesh për me ti fitove, ti së më vesh një qilova, ti fitove 3-4, s'po di. Ma ki borç, tarë kem no hajde, Ja, po tash, edhe ti me pagu. Edhe homës edhe me pagu. Ja, se paguajnë se Është ferë me paguaj që fitan, apo? Jo, ferë është me paguaj që fiton, a që? Ferë është me paguaj që fitan, ai që hub, ku ka me shku, ma. Dhe shka, ti ha bukë shpitonë, na hajnë shpitonë edhe jemi regull. Ja, pa dark nuk shkoj. Po të më dhëtë të më ngërdarë, na pa tjetëra. Lendit, parë se me përmbylla për akta një kongë përdasëm. Po, pa tjetër. Edhe ka atmosferën bak. Me knasin ma të madhe. S'kena për ty. Hajde! Dijera ho! Sa Jasha Son të kemi dashëm Hajde mashallah I veni valën goca Kaloj me sevda O son të kemi dashëm Hajde mashallah I veni valën goca Kaloj me sevda
bove, kallët pasha zotën, bravo për Lendit. Faleminderit shumë. Që tash ma ke U mush binde. Po, 100%. Shumë mirë. Se di tash atja muzika vesh diçka unike mirë që ka bo diçka mire. Muzika gjithçysh. Gjithçysh. Faleminderit shumë edhe juve ju këno zemra e suksese. Amin, faleminderit shumë, edhe juve faleminderit për ftesën, unë me të vërtet u kënaqa sot. E kam ditë që këto kur vi, kemi me dal pak pe binareve, edhe nuk kam e qenë shumë serioze, mirë po prap se prap, kemi prek disa pika ato, po për mu ishte kënaqësi edhe me të vërtet u kënaqa. Faleminderit shumë që ishe me ne, të uroj gjithat mirë të kësaj botës. Faleminderit shumë. Kaq ke personte dhe bofshit natën mirë, shihemi në episodin tjetër. Faleminderit shumë.